për të ndalur tek Noizi. Nofka e përdorur, sigurisht është një nofk e cila është përdorur edhe në dosje tjetër të progresisë posaçme, të dosjes së trafikut të lëndëve narkotike Itali-Shqipëri, është përdorur nga kreu i grupit kriminal të kësaj dosje, quhet Emilian Beu, që thirrej me nofkën Noizi në aplikacionin Sky. Dhe pikërisht përdorin këto emra, së pari edhe janë emra më të dëgjuar apo më të prekshëm edhe për njerëzit, se Noizi është një artist i madh dhe së fundmi ishte pjesë edhe gjykatës së posaçme për t'u dëgjuar si dëshmitar apo si viktime veprës penale në lidhje me një ngjarje të ndodhur në vitin 2022, ku në bizneset e tij dhe të familjes së tij në të zbardhur të datës 9 qershor, shpërtheu një sasi e konsiderueshme lëndë eksplozivi që progresi i posaçëm më pas e zbuloi që kishte të bënte pikërisht me një konflikt që kishte ndodhur një ditë më parë dhe kishte të bënte me fërkimet apo përplasjet fillimisht në rrjetet sociale për shkak të muzikës dhe më pas të përkthyera në sherr fizik deri tek plasja me eksploziv. Ndaloj